Të gjithë dim që pas statistika, pa të dhëna, asnjë vendimmarrje nuk është e plotë dhe natyrisht që pa të dhëna ne shumë lehtë mund të marrim vendime të cilat nuk janë direkt në dobi të qytetarëve. Prandaj të dhënat e sakta, të detajuara janë esenciale për të marrë vendime të duhura, jo vetëm ne si qeveri, ministri, por edhe dhe sidomos për komunat dhe agjencitë të cilat japin shërbime të drejtë për drejta për qytetarët. Prandaj puna që ka bërë Agjencia e Statistikave të Kosovës do ta lehtësojë jashtëzakonisht punën e kryetarëve të komunave dhe vendimarrësve në nivelin lokal, që të japin shërbime dhe të planifikojnë shërbime më të mira për qytetarët e Kosovës. To come to an answer to that selection of indicators, we had the following two criteria. The analysis should be simple. It should be understandable for people who have no background in statistics or demography, because it is intended for local policymakers, essentially. And that was actually the second point. It should be relevant to inform the local administrators and policymakers of areas where they possibly could take action to strengthen local development. What is more concerning is changes that happen because of movement of people. And there are two dimensions to this. Local movement, urbanization, the move away from rural areas to urban areas, but also the international movement, the international migration. And all of you know that Kosovo is a migrating country. I mean, the people of Kosovo are all the time moving abroad and coming back. Është e rëndësishme të kuptohet se ky nuk është një parashikim absolut i të anës. Janë faktorë të ndryshëm që mund të ndikojnë. Ky është një projekcion shkencor i bazuar në të dhënat më të mira të disponueshme nga rrezimi i popullsisë vitale. Raporti tregon drejtimin e mosshëm të zhvillimit demografike nëse trendet aktuale vazhdojnë. Nëse arrim të kryejmë shumë edhe punë të ulëm emigrimit, të nxisim kthimin e diasporës dhe të përmirësojmë kushtet, atëherë rezultatet e ardhshme demografike mund të jenë më të pavarshme se ato të paraqiten këtë program. Prandaj ky raport duhet parë si një kornizë strategjike për planifikim dhe jo si një parashikim i pandryshueshëm, po standard. Sidomos për ju komunat atje, e keni e tha profesori Tomas, e keni edhe një parashikim, i thojmë si projekcion apo një estimation për 15 vitet, sepse ka qenë sfiduese me buan. Kjo tregon se lindshmëria me ujë dhe migrimi ka ndikuar në ndryshimin e strukturës së popullsisë. Piramida e popullsisë në të djathtë ilustron qartë këtë transformim, baza e saj po ngushtohet ndërsa pjesët e sipërm po zgjerohen, duke reflektuar rritjen e numrit të moshuarve. Megjithatë, në krahasim me Bashkimin Evropian, Kosova mbetet një vend me popullsi relativisht të re. Sipas regjistrimit në 2024, 23.8% të popullsisë së Kosovës ishte nën moshën 15 vjeç. Ndërsa në Bashkimin Evropian ishte 14.8% nën 15 vjeç. Ky slajd paraqet zhvillimin e nivelet arsimore në Kosovë gjatë periudhës 2001-2024. Të dhënat tregojnë se përqindja e popullsisë në arsim të mesëm të lartë ose të lartë është rritur ndjeshëm nga 49.5% në vitin 2011 në gjatë 2.5% në vitin 2024. Kjo tregon një përmirësim të dukshëm të nivelit të arsimit në vend.